Përshëndetje të nderuar miq. Dua të njoftoj se kam filluar një fushat të vogël, apo si të themi një aktivitet të vogël lidhur me hisën e motrës. Prandaj dua t'ju përgjigjem disa pyetjeve tuaja, por paraprakisht do ta tregoj edhe qëllimin se për çfarë arsye dëshiroj që të marr këtë aktivitet shoqëror social. Pra, dëshira ime është që ligji ekzistues në Kushtetutën e Kosovës, i cili ka të bëjë me padrejtësinë që ja bën gruas shqiptare, gruas kosovare, është pra heqja dorë në pasuri. Ky përndryshe është një ligj kanunor, prandaj dëshira ime është që të sa më shumë zonjat, zonjushat, vajzat, nënat tona, hallat tona, vetë ne të vetëdijsohemi se trashëgimia e babës nuk i takon vetëm vllaut. Dhe heqja dorë është një prej shkaqeve kryesore në të cilën heqje dorë gratë, vajzat, gratë kosovare, gratë shqiptare dhe të tjera komunitete, ato pra i shkelin të drejtën e tyre ligjore dhe hynore. Prandaj, heqja dorë nga trashëgimia nuk është zgjidhje e lirë, po është disi imponuese. Ligji ta lehtëson me heq dorë, zakoni ta bën si kusht, sepse nëse vajza nuk heq dorë, pra motra nuk heq dorë në pasurinë e babait, atër shumë të në rasteve babai, prindërit vdesin dhe vëllezërit nuk ja japin hisën e motrës, po edhe më e keqja e kësaj, nëse motra e kërkon të drejtën e saj, atëherë asaj i mbyllen dyert. Prandaj, kjo është një e padrejtë që i bëhet grave shqiptare, grave kosovare, grave përgjithësi. Prandaj, unë mendoj se do ta kem përkrahjen e njerëzve të mirë të cilët dëshirojnë që të më ndihmojnë dhe të bashkëpunojmë në këtë projekt timin, pra mos heq dorë. Jo ke të drejtë të heqësh dorë, por mos heq dorë. Dihet pra nga pasuria, trashëgimia e babait. Heqja dorë shpesh herë bëhet për shkak presionit kanunor, për shkak traditës, për shkak mosnjohjes së ligjit dhe për shkak lehtësimit të ligjit, i cili në një farë mënyrë, në mënyrë indirekte, ia lehtëson vëllaut që motra e saj të mos marr hisën e babait. Prandaj, unë mendoj se kjo është një padrejtësi, ku ne zonjat do ta shprehim padrejtësi tona, qoftë në për kanaleve tona, të TikTokut, Facebookut e tjera, qoftë në për mesazhe private, dhe të shohim, të japim udhëzime se si ato do të veprojnë për të marrë hisën e vëllaut dhe për të mos ju mbyllur prap dera, sepse dera e mysafirit kur të mbyllet, aty humbet bereqeti, ndërkaq kur mbyllen dyert e vllaut dhe motrës, Zoti në Kur'an thot, aty në atë shtëpi do të ketë mallkim dhe shkatrim. Prandaj, ne gratë duhet të jemi të vetëdijshme që ne duhet të pastrojmë pasurinë e babait, duke marrë hakun ton, se ndoshta prindrit e ton s'kan qenë të dijshëm për këtë djeni, që haku i motrës është e padrejtë që mund ta bëjë një vëlla. Besoj se keni pyetje, përgjigje dhe tregoni, shkruani komentet e juaja, a do të ishit të dëshirës që ky ligj për heqjen dorë nga pasuria, trashëgimia e babait, a do të ishte i mirë që të largohet ky ligj dhe në vend të këtij ligji të vendosen mekanizma kushtëzues që disi ta kushtëzojnë vëllaun që para se të bëj diçka të madhe, ai duhet njëherë t'ja jap hisën e motrës.
si përpara ka qenë para ardhjes në pushtet të Albin Kurtit, ka qenë nëse ti e ke pas një vetur, ke shku me regjistru, së pari ta kanë kërku tatimin e shtëpis, pra tatimin në pronë, nëse nuk e ke pas të kryer tatimin në pronë, veturën s'ke pas të drejt ta regjistrosh. Prandaj, ne duhet ta ngrisim zërin ton për të drejtat e tona, por duke mos i hy në hak as të vllaut, as të vëllezërve, as vëllezrit motrave të tyre. Ju lutem follow, like.